Definitivisht shumë shpejt Ferro numër 2, pishmanlike e radhës. Po ma lërë dhe mu t'jetin Maraka? Po dhe ty po t'alo Marak, se kom qef që shto me Marak krejt jeta, mjë shku. Po ban ma looks, si për para, se na lodhe me reklama në Instagram, po get Aishi i kjo është duk. Jo, do ju është duk, jo në orë 3 apet, ka plot, alhamdulillah, mirë jana, nuk është, po. Shkoj me pyetjen tjetër, a pranon me u bo gruja jeme, aha. E dytë, se për besi e yll, për ty ja vlen me bo kitë potez njët. Falenderit shumë për ofertën, se nuk e pranoj, madje as me fmi, absolutikisht, për arsyes që unë mendoj që ai duhet me pos kapacitet shumë madh për me mojt një shkendi e li muaj 2-3 s'ka shans. Kështu që no way. Okej. E gjithë këtë ekspozim të teprum, kjo zoja nderume definitivisht shumë shpejt Ferro numër 2, pishmanlike e radhës. Jo, me gjithë këtë ekspozim, nuk është ideja si muslimane, tash i ka sekte, se ka lloj-lloj sekte. Nuk është ideja që muslimani mos të dale në publik ose mos shfaqet, mos ketë ndonjë hobi, kjo me thonë edhe kjo bjen pi forme. Shpejt Ferro numër 2, nuk e di që ka dosh me thonë me këtë, po... Me ta sharu me dojnë muzike, po... Jo, Ferro e kalon muzikën, ju ka përkushtu fes, po brenda një vit e gjysmë ka ndru prap mendje dhe u kthy prap të muzika. Unë ku kalu ma shumë kohë, kjo mund me ndodhë në fillim kur je, mund me ndodhë. Tash i kjo ka ra në atë pritën e parë, do me thonë ato cytjet e shejtanëve që i kanë ardhë për me kthy ku ka qenë edhe ka ra aty, po që këtu në fillim unë i kum kalu. Ka kalu një kohë pak ma e gjatë edhe une i kom rezistu në fakt, por që ajo ndjenja e keqe edhe anxiety edhe tu kanë mi u rikthym double, shumë a keq, se që i ki në fillim kur si e uzume.